Mbarojtja e procesi votimit deri tani ka shku shumë mirë. Përoj që ta përmbyllim këtë formë. Gjithsej votues janë 988, pe 3302 votuese, domthonë 29.91% kanë votuar. Deri në ora 17, në ora 5. Nëse kështu mund me nxjerrni një diferencë mes votuesve 12 tetorit, sa është diferenca? Diferenca me përqindje është 1223 në ora 17 kanë votuar herën e parë, kurse tash kanë votuar 988. Domthonë herën e parë kanë votuar 37.02, tash 29.91%. Edhe thjeshta një problematikë që është faqë sot, domethënë që është ndalu shoqëruesve të votuesve që s'kan mundësi me votu, jo është ndalu pa një vërtetim mjekësore. Ka pas raste të tilla në qendrën juve të votimit? Ka pas fillim, po nuk është më problematik, po është një mosqarrim i duhur një KQZ-s. Uzuesi ju ka dhënë komisionerëve në ora 6:30. Sot. Po, dhe komisionerët kanë mujtë me lexuar ato, por votuesit nuk kanë qenë të njoftuar se jo të gjithë i përcjellin udhëzimet ose udhëzuesit e votimeve. A ka pas ndonjë rast që është refuzuar me votu këtu pa? Nuk na kanë orë pas momentit që e kemi hetu këtë udhëzues, unë nuk kam ditë më herët udhëzuesit që kemi pas, edhe nuk kemi pas raste që janë lajmëruar për asistim.